Në prag të përballjes së zjarrt mes Shqipërisë dhe Serbisë që zhvillohet sonte në Tiranë, ka ardhur një reagim i fortë nga lideri i tifozëve, Dardanët, Lulzim Berisha. Ai ka shprehur qëndrimin e tij të prerë ndaj Serbisë duke e konsideruar këtë ndeshje shumë më tepër se thjesht një duel futbolli. Në një postim publik, Berisha shprehet me tone të ashpra kundër asaj që e quajnë hipokrizi në përpjekjet për organizimin e përbashkët të kampionatit evropian për moshat U21 në vitin 2027 mes Shqipërisë dhe Serbisë. Çetniku nuk ndrohet as në fushë futbolli e as jashtë saj, ai çetnik mbetet. Prandaj sot në Tiranë le të dëshmohet se epoka e shqiptarit të shtypur dhe të nënçmuar ka përfunduar dhe nuk kthehet më pas. E deshën ta ashtë quajturën botë serbe, e sot le të përballen me dekadën, epokën dhe shekullin e shqiptarëve. Nuk ka decibel që mund ta mat zhurmën e tifozëve shqiptar sonde kundër mbetjeve slave që kanë mbetur në këtë rajon si filliqësira kontaminuese të sjella. Dardanët janë me zemër dhe mendje pranë Shqipërisë në këtë sfidë. Edhe një mesazh për ata që nuk e kanë kuptuar ende: nuk ka organizim apo bashkëpunim me ata që na kanë ndjekur e shkatruar, edhe nëse thirren të shqiptarët e Kosovës që kanë vuajtur nga aparatura gjenocidale e Serbisë. Jo hipokrizis, nuk ka edhe me Kosovën edhe me çetnikët për asnjë interes. Mes Kosovës dhe tyre na ndajnë shekuj lufte, gjak e dhimbje. Jemi një Kosovë jashtë territorit dhe një armiqësi e përhershme. Mos na merrni për budallënj, shkruan Lulzim Berisha. Ky reagim pritet të nxjisë debate, sidomos në kontekstin e përpjekjeve diplomatike për bashkëpunim rajonal midis Shqipërisë dhe Serbisë në fushën e sportit.